kaluar. Pa përmendur pak kombëtarët. Kishim Shqipërinë në Zhgënjeu, kishim Kosovën që ishte pa. Për vete që Zhgënjeu mendoj që bëri mirë. Në Zhgënjeu. Por për vete. Faktikisht edhe unë jam e madh thon këtu në këtë pikë ku kam thënë që më shumë kishte mundësi Kosova për të kaluar se sa Shqipëria. Sidomos në ndeshjen me Polonin, mendoj që domethënë Shqipëria ishte një dështim, sidomos pjesa e dytë një herë. Pjesa e parë nuk mund të them diçka, më duk. Ti ke thënë që ishte kam parë një intervistë ndër se si gazetarëve fajin trajnerit dhe si tifozëve fajin lojtarëve. Deri diku po. Po çfarë do të thënë kjo? Domethënë, nëse nuk do e njihja ku qëndron problematika dhe nuk do e dija që nga brenda pyetje që ne i drejtojmë Silvinjos apo se si flasim me të dhe mbasi fiken kamerat, do mendoja që realisht i kanë fajt çunat si tifoza. Por duke qenë se ne i dim dhe vazhdimisht e shohim përgjigjen e tij në mënyrë ironike, është showman, është showman. Silvinjo është showman. Ai di të japi një show që askush nuk di ta japi. Dhe të vjen dhe të bën deklaratë, të bën për budalla dhe ti thua, "Okej, pse ky lojtari, pse s'është grumbulluar ky lojtar që është winger i djathtë dhe thot, po nuk më përshtatet skemave, po ty në fillim tu përshtat? Po Seferi që u zure me të tu përshtat në fillim?" Apo Jasir Hasani që u zure me të tu përshtat në fillim, ha? Po ku mendon që ndryshon ajo pika e interesit? Pra, për çfarë një lojtar i duhet deri një farë pike, pastaj nuk i duhet më? Po mendoj që ai është njëri që i merr gjërat personale. Atë ka bërë me Trit Berishën. Edhe ky është problemi më i madh që Silvinjo ka hasur, domethënë, sidomos mbasi u shqiptarizua pak, se them më përpara nuk i merrte gjërat personale, i kishte më shumë profesionale. Ka ndiku pasaporta lushnje? Duket se pasaportizimi i lushnje që ka shumë problematik me këta trajnerët e kombëtarëve shqiptare që vinë vazhdimisht edhe bëjnë problem. Po pse më mirë, ku është ka problem? Dgjoj, në qoftë se një trajner prishet me një lojtar, ndoshta nuk është faji trajnerit, është faji lojtarit olla. Tash nëse një Hasani nuk është formë do titullarit me zor në që do prishesh. Nuk them pra, për Jasir Hasanin specifikisht në këtë ndeshje, po jo, edhe me tjerët, pra, ky trajneri edhe nëse zihet, unë jam dakord i mendimit që edhe nëse Silvinjo vendos të zihet me 7 nga lojtarët, por prap na çon në Europian, na çon finale play-offit e ka hallall valla. Po çalo. Se mos moni Silvinjo kaq shumë. Por na çon play-off, por ti ja kishe një Poloni të cunguar përballë që mund ta kalojë. Është Polonia më e dobët që ka qenë ndonjëherë. Po, dhe jo, ti e duke fituar një avantazh me 1-0. Po, dhe ke bërë një lojë në pjesën e parë shumë të mirë. Pra. Që është merite? E lojtarëve. E trajnerit. Jo. Po pjesën e parë po e ka meritën, e kam, pjesën e parë e ka. Po pjesën e dytë. Pjesën e dytë, mbasi u futën në dhomat të zhveshjes, gjithë lojtarët ndryshuan duke u tërhequr. Kur ishte momenti më kritik. Domethënë, nga miqësitë që kam dhe nga njerëzit që njoh, vazhdimisht thonë që Silvinjo ju thot lojtarëve tërhiquni mbrapa. Shumë mirë. Ku është problemi? Jemi 0-1 duke fituar, nëse barazojmë më mirë shkojmë me barazim. Më falni. Si më falni, duke të thënë ty, mbaj rezultatin. Ti që këtu dhe ata që na ndjekin, ku është problemi që kur jemi Polonin 0-1 në Varshavë minutë 60, të mbrojësh të shpresosh bësh gol kundërshtues. Ku është problemi? Po nuk mund të nxjerrësh një winger për një mbrojtës kraut, lutem shumë. Por nuk mund të nxjerrësh Arber Hoxhën për Pilon. Se është budallik me brirë. Sepse Pilo. Minimalisht. Po, vetë debat. Do mos sulmoj prapë për këtë që do them. Jep argumente, na. Do mos sulmoj prapë. Pilo është më mirë në grup. Pilo erdhi me idenë mes fushor që ndihmon Mita në mbrojtje dhe me pak fat mund të bëj gol. Dhe kjo skema na doli, po thjesht Pilo nuk bëri golin. Po nuk doli skema. Po nuk doli skema pra. Momentin që s'është finalizuar s'ka skem. Po, man thot, hajde shkojmë klasë parë, deri në klasë 9 dhe s'marrim përfimin e lirimin, ne menduam që bëm shkollën jo, s'bëm. Jo, tani Polonia në Varshavë nuk ishte pengesë Polonia frikshme që mendon ti. Nuk ishte Polonia e frikshme. Nëse ti e mbyte me lojë pjesën e parë, pse se mbajte ritmin që ti ndrosh kokë në kokë ata. Sepse Silvinjo se fute me Metin kur ti thua, "Okay, do i bëj pressing më shumë." Edhe normalisht do i bëje pressing më shumë Polonisë fusi me Metin Muçin direkt apo ti japësh 0-2 e vret ndeshën dhe rri qeti pastaj duan e kontrollon dominon. Po s'e ndeshë Polonin dhe më falni gjithçka e keni parë ke Avatari si fillon filmi thot të 4 kombet tua në harmoni, por gjithçka ndryshoi kur kombi zjarrit sulmoi. Tani, edhe kene gabimi një lojtar përballë gjithë gabimeve të një trajneri nuk mund të vijë në baraspes. Po gaboj Silvinjo. Është dinamik futbolli, është moment. Ndërsa trajneri gjatë gjithë kohës që e vësh gol lojën duhet bëjë ndërhyrjet e sakta. Ai mle Muçin 8 minuta në gjithë shtesë. Nuk jam mbushur dot mendila. Ai është nuk e çaj mbushur. E ka bërë të debatin 7 herë deri tani, 7 argument i mirë. S'ke çaj mbush mendje kur s'ka se ka 8 vjet që e njoh dhe 8 vjet i njëjti person, s'ka ndryshuar ndonjëherë që kështu. Realisht. Ju lutem, faleni. Nuk ishte kompliment, po.
Tani mua më kishte e di që nuk kishte ky limiti jon. Pra ne mund shkonim edhe në play-off finale, mund të provonim edhe me Suedin që nuk kishte ekipi aq i frikshëm sa dukej. O zoti Se i pa madh. Polonin që vuajti pak dhe Suedi. Okej, vazhdo bëj pyetje, nuk po flas. Pse të vazhdoj të bëj pyetje? Vazhdo. Po A nuk shiko- kishte ky realitet? Po Suedia, çfarë po thu më burr? Suedia me një Qa? byok herë se asnjë tjetër. Kishim shanse me Suedin, e? Po, Kishim shanse me Suedin më shumë se sa kishim me Polonin. Mendimi im, dhe ti kur arriti ta mbysë Polonin me pjesën e parë, sigurisht që Suedin paktën minimalisht barazimin me një lojë shumë të mirë ja merje pa u lodh, pa i sforcu lojtarët. a më çka kia të ragim se vërtet është, edhe unë mendoj një lloj. Bëj pyetje miku im, nuk po flas. Po pse nuk do me fol? Jo, Ti po të mendon- fol. ç'a Jo, mendon ti? sepse s'ka... U mendoj se kishim shanse me Suedin. Sa e kishim? Transfert. shanse? Probabilitet Po s'kishte shanse me Suedin, o zotëri është Suedi. 100% sa? Dgjoj tani mos më luni mend. Ha. Mos më ngatroni kur them mos më ngatroni jo ti Mirela, po ata që na dëgjojnë. Mos ngatroni skenarët e Hollywoodit me jetën reale. Nuk Çka ka mund skenar shkosh, Hollywoodi? po se nuk mund bëhet mrekullia që me forcën e vllazërore të 11 djemve ne mund të poshtim Poloninë dhe Jo, jo, Suedin. me- What the Qa fuck? E thu, di me- çfarë bëhet e di mbrapa Ai apo ishte jo? ekipi, pak a shumë kishte ekipin bërtham që i mori barazim Kroacisë në Po, Europian. pra, po Kroacia ka i 90 minutë komplet në vete. Si më Që ja more me Rumuj. Me Romuj, O, ma jo, tho. jo, ja more dhe me cilësi produktive kur futet lojtari që e more, duheshin. po Edhe blokoj- këtë gjë po them. Po Blokoj- fal, se un kam thënë për Kristian Aslani, më kanë kryqëzuar njerëzit, sa më kanë dalë pro, sa më ka dalë kundër, që kam thënë është lojtar mbi vlerësuar dhe lojtar fudull dhe vazhdoj ta them që Fudull. Fudull, është lojtar i Çfarë tillë. nuk kupton kur thua fudull miku im? Patjetër, kuptimin e fjalës, po më ndjen madh. Mendje madh, është një lojtar mendje madhe me sfush dhe mendoj që ai mund të bëjë çdo gjë ndërkohë që vetëm të kthen topin tek portieri. Nuk di gjë tjetër. Si lojtar nuk di të organizojë më dhe nuk mendoj që është lojtar i talenti që e kemi llogaritur ne Kristian Aslani, kemi talent si një mesfushor si Kristian Aslani. Se kemi, po se Patetinash është Aslani i Kosovës është ai i vërteti, po Okej, ishte pak. Cristiano se na dëgjon? të kërkoj ndjesje shumë djalë i mirë, por si futbollist le për të dëshiruar. Ndërkohë te Kosova. U prit me pak më mirë ky eliminimi te Kosova, nga që shkuan deri në finale, bënë një lojë dinjitoze, provuan deri në fund, pa çka se fati nuk i deshi shumë. Po normalisht pra se bën lojën dhe kjo është diferenca sa te Peti Franco Fodon që futi sulmus, 4 sulmus aty, 5 sulmus, hiq me sfushor, hiq mbrojtës fut sulmus sepse kërkon të me ngul ngolin. Ka Allim pra nuk ka Po çon bet. Allin, nëse ti je duke humbur në një rast siç po humbnim ne 2-1 me Poloninë apo Kosova që po humbte 1-0 me Turqinë, çfarë do humbasësh më? Pse ëngre dytin i humbur se i humbur je. Që kështu u hidhe ndoshta e provo fati. Provo deri në fund. Të humbasësh me dinjitet edhe të kesh përsëri dinjitet, luftosh deri në fund, deri në sekondat e fundit, atë e bëri Kosova. Ndërsa Shqipëria Se ne nuk humbë dinjitet ne? Jo, sepse lojën e Jo, dytë ne me dinjitet humbëm, po nuk arritëm deri aty ku. Ajo tha jo fare. Jo, jo, se si ishte dinjitet ai ku ti nuk tregon asnjë lloj gjëje aty. Një herë Jo, sidomos treguam për treguar. Për pjesën e treguar. parë, pjesën e dytë. E pra, ishte me dy tablo loja. Brezin më të talentuar që e ka tani Silvinho, që e kishte Silvinho, zorta ketë pasur ndonjëherë ndonjë periudhë kombëtare shqiptare. Edhe Brezi që shkoi në 2016 nuk ishte i talentuar, ishin luftarak, por të talentuar siç janë tani këta, nuk janë. Nuk kishte lojtar me vlerën kaq marramense sa që janë tani lojtarët. Dhe nëse ti po deshe pranoje, po deshe jo, nëse të duket një lojtar i kombëtarës shqiptare që është i pa talentuar përveç Aslanit, thua çfarë të duash. Tani, të të bëj pyetje? Më thuaj. Këta tanët vërtet janë më të talentuar se 2016-s. Ti po t'ishe trajner, do preferoje të kishe këtë grupin aktual, pra plot talent, por shumë pak minuta në këmbë, apo grupin e atërshëm pak talent, por shumë minuta në këmbë dhe shumë muskuj. Sepse unë mendoj që Silvinho ka një grup me emra të mirë, por janë lojtarë që nuk kanë minuta në këmbë më njëri. Aktualisht nuk i Po kanë. s'kan se pra, Gjatë 3 se të viteve. kishte Brojon top form ai, do kishin folë sot ne. Gjatë 3 Ore kishte viteve. Mehmetin në top forme, kishte Arpnor Mujin që se mori fare. Nuk e Qa ishte. muja të shim. Ore po shënon është një lojtar që ka 6 gola, ka 3 asis. Në Turqi, ku luaj Jo, akoma? jo, është në Belgjik. Edhe është në vendin e dytë, dhe është në konkurim për të kaluar vendin e parë, për të Belgjika është sinema me Final Four dhe Belgjika. Me fajin Italian Cup, që të jetë, është një lojtar në nivel. formë. Ore, po të them një emër lojtarës më mirë me një lojtar superiores që ka minutazh. Ka Të minutazh lutem. duar. Po më fal. Kush nga superiore e meriton kombëtaren? Se ikën nga i temte tjetra. Kush? ka lojtar që e Të meriton? tipit Humani do doja unë, po se kemi Po jo, shqiptar. Humani, jo. Tani kush? Ndoshta Po duhet portier. të them emra se. Po si do portier të burr, Jo, jo, Si do portier. portier, portier, këtë herë jo. të deshu Po portier. portier. Po them ja një emër se 2-3 herë jemi zënë me Manthon për atë lojtar, për Lajthin. Ai thot pranë Te kombëtarja Lajthia? Pa u provuar me 2-3 ndeshje miqësore, nuk më shkoj dot direkt në kampionatin shqiptar që e dim që nivelin e ka pak të dobët. Kryesisht vitet e fundit që niveli po bie. Po bie, Nuk po. më shkoj direkt te kombëtarja. Mendoj. Do të them vetëm 2-3 emra që janë në kombëtare aktualisht, domethënë kanë qenë grumbulluar dhe kanë dhënë produktivitet.
është Julian Shehu. Ka dalë nga Por Julian Shehu u provua kampionatin polak. U provua, por sepse Tregoj që e bën kampionatin polak. Po nuk se ju dha mund t'jap mundësia edhe që- emrat të cilët ka qenë kampionat shqiptar, shumë lojtarë të mirë. Mirë të uzunin. Kanë provuar të shkojnë jashtë. Edhe Kanë ka dështuar dështuar. ja kthyer prapë këtu. Pra, ti pa u afirmuar një herë jashtë, nuk shkon te kombëtarja se pra. kaq është niveli jon. Mund të jetë lehtia lojtar shumë i mirë, por pa u provuar te një ekip pak më i mirë, te një kampionat më i mirë, është pak e vështirë ta thuash. Po mos vall këta djem, po marr mirë të Uzunin tani, me që është realisht mua më pëlqen si lojtar Uzuni. Edhe mua shumë. Lojtar shumë punëtor, luftarak. Është punëtor, luftarak, vrapon, kthehet mbron edhe në mbrojtje edhe në sulm. Domethënë i ke të Në një bisedë me një mikun tim, mbaja më koele, thoshte se ra tema e Uzunit, thash futi Uzunin valla. Po mirë tha se tash e morën vesh ta thon tha luftarët, po ai as di dribloj, as gjuj, as bëj gjë tha se vetëm me vrapu tha tani. Çe duam vesh me vrapu tha. Ndeshja që kanë nxjerrë Uzunin me kombëtarë se kanë nxjerrë si lojtar tjetër. Çfarë ndeshje kanë nxjerrë Uzunin me kombëtarë? Çfarë ndeshje? Serbi. Çfarë ndeshje kanë nxjerrë Uzunin me kombëtarë? Ka vrapu pra. Serbi. Pa pra mo vetëm vrapon më. Lodhe mbrojtësi. Victoria Shloje. Bandu brojtës të vetë kam. Ore ke Thomas Müllerin që nuk dinte të triblonte, nuk dinte asnjë gjë ç'a din këta talentet e mëdhenj. Ama lojtar me efikasitet dhe lexonte lojën më mirë se Thomas Müller s'kishe. Do normalisht nuk po e çoj Uzunin në nivelin e Müllerit se është absurditet, por ajo çfarë dua të them është se ka efikasitet aty. Ai lojtar vrapon, ecën, e gjen veten, e gjen lojtarin. Por baba im kur shef kështu që vrapoi thot kal karroce, po kaq. Po flasim për një lojtar i cili ka mbyll La Liga 2 me 22 gola. Është gola shumë më mirë te Granada. In Albania, what have you done? Te Granada. E di ku është Porta. Se po flas për Muriqin që bën me gola La Liga, po kur i duhesh e Kosovës nuk u duk fush. Na fal mikrofon. Kush është shërbeu Muriqin për të dalë para? Tani dolën te kush shërbeu pra. Po ndoshta dhe Uzuni te Granada u shërbie mjaftueshëm. Tani kush janë topat Uzunit në Shqipëri do thoshti. Ke një aplikacion telefon quhet YouTube. Hape dhe shifi 22 golat dhe shikoj ku i ka bërë, si i ka bërë dhe pastaj fol me mua. Okej? Vje keq në YouTube në hapesh për të parë.